Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga hipertensioni, 5 ushqimet që duhet të hani për të ulur tensionin e lartë. Ndërsa medikamentet dhe suplementet mund të jenë të dobishme, përfshirja e ushqimeve të duhura gjithashtu mund të bëjë një ndryshim të rëndësishëm. Ekspertët thonë se disa ushqime të pasura me lëndë ushqyese si kaliumi, fibrat dhe antioksidantët mund të ndihmojnë në mënyrë natyrale në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nutricionista Lisa Richards dhe dietologja Lauren Ali kanë treguar ushqimet që rekomandohen për personat që duan të kontrollojnë në mënyrë efektive edhe presionin e lartë të gjakut. Ato kanë renditur këto produkte ushqimore që do ju ndihmojnë pozitivisht në menaxhimin e niveleve të tensionit. Arrat janë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe fibra antioksidantë quajtur acid elagjik, të cilat gjithashtu ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Citon Ali për Shifajns. Ajo thekson se shkëmbimi i ushqimeve të përpunuara me një grusht me arra në ditë do të bëjë një mrekulli për shëndetin tonë të përgjithshëm dhe gjithashtu do të ofrojë shumë përfitime në aspektet tuaja ushqyese. Perimet me gjethe jeshile gjithashtu janë në një ndihmë efektive për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Perimet me gjethe jeshile mund të luajnë një rol në uljen e presionit të gjakut. Perimet me gjethe jeshile si lakra jeshile, spinaqi dhe rukola janë të pasur me kalium, i cili do të ndihmojë ndjeshëm në veshkat për nxjerrjen sa më shumë të natriumit përmes urinës. Kjo do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e presionit të kaliumit në kokë. Përveç kësaj, ajo vë në dukje se zarzavatet me gjethe janë të pasur gjithashtu me fibra dietike dhe me antioksidantë, të cilët gjithashtu kanë treguar se luajnë një rol pozitiv në presionin e lartë të gjakut. Një tjetër produkt shumë i mirë për menaxhimin e niveleve të tensionit janë edhe farat e lirit. Shtimi më shumë fibrave në dietën tuaj në mënyrë të shkëlqyer dhe të ulë presionin e gjakut, citon Richards. Farat e lirit janë një nga burimet fantastike të kësaj lënde ushqyese. Farat e lirit janë të pasur gjithashtu me fibra që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit më të mirë të zorëve, në largimin e toksinave nga trupi dhe në uljen e kolesterolit. Secili prej këtyre përfitimeve do të ulë gjithashtu edhe presionin e lartë të gjakut, citoi ekspertja. Megjithatë, për të përfituar sa më shumë nga këto fara, sugjerohet që të hani edhe farat e lirit të bluara. Farat e lirit absorbohen më mirë kur trupi i merr të bluara, sepse enzimat që gjenden shërbejnë si duhet edhe në shtresën e jashtme. Panxari gjithashtu është një tjetër produkt efektiv që ju ndihmon në menaxhimin më të mirë të niveleve të tensionit. Panxari mund të luajë një rol të rëndësishëm në shëndetin kardiovaskular. Feder shpjegon, panxari përmban sasi të mëdha të nitrateve të cilat shndrohen në oksid nitrik në trup. Kjo oksid nitrik ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut që ul presionin e gjakut gjithashtu me kalimin e kohës. Kur enët tuaja të gjakut zgjerohen fal oksidit nitrik, gjaku mund të rrjedhë më lehtë duke reduktuar presionin e mureve të arterieve. Një tjetër produkt efektiv për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj të tensionit janë edhe bananet. Kaliumi mund të bëjë mrekulli kur bëhet fjala për uljen e presionit të gjakut dhe bananet janë një nga ushqimet më të mira për të marrë më shumë kalium në dietën tuaj. Bananet janë ndoshta të njohura gjithashtu edhe kur bëhet fjala për furnizimin e trupit me kalium për të rregulluar kështu presionin e lartë të gjakut. Një banane e mesme, rreth 120 gram, ka afërsisht 422 mg kalium. Kjo është 16% e marrjes së rekomanduar ditore për femrat dhe 12% për meshkujt. Ushqyerja e dur me produkte sa më natyrale do të ndikojë pozitivisht në menaxhimin më të mirë për hipertensionin. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni shpesh quhet një vrasës i eshtur për shumë arsye. Zakonisht, vjen pas simptoma dhe rritet rreziku me problemet në zemër. Por çfarë duhet të bëni që presioni i gjakut të qëndrojë 12/8? Sipas Brejcaj do të rendisim disa nga mënyrat më të mira që do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të niveleve tuaja të hipertensionit. Një nga çështjet më të mira për të menaxhuar këtë shqetësim është të rrisni aktivitetin fizik dhe të ushtroheni vazhdimisht
për të rregulluar kështu edhe stabilitetin e tensionit tuaj. Ecja për 40 minuta 3 herë në javë është shumë e mirë për të mundësuar gjithashtu edhe nivelet e hipertensionit. Përpiquni të humbisni peshë nëse jeni mbi peshë. Studime të shumta kanë treguar se dieta ushqimore do ju ndihmojë në reduktimin e ndjeshëm të tensionit të lartë dhe të stabilizojë gjithashtu shëndetin tuaj. Ndërprisni sheqernat dhe karbohidratet. Duke reduktuar konsumin e tyre do ta keni të lehtë të bini njëkohësisht nga pesha dhe të stabilizoni presionin e lartë të gjakut. Konsumoni sa më shumë potasium dhe më pak sodium. Dieta ushqimore e pasur me potasium është e dëmshme për njerëzit që kanë probleme me veshkat. Prandaj bëni mirë që të rrisni marrjen e potasiumit dhe të evitoni gjithashtu kripën. Konsumoni më pak ushqime të procesuara në dietën tuaj. Edhe ato që pretendojnë se nuk kanë yndyrë janë të larta me mbajtje të kripës dhe sheqerit të kompensuar me mungesë të yndyrnave. Konsumoni vetëm gjëra që i përgatisni vetë në çast për të përmirësuar gjithashtu nivelin tuaj të hipertensionit. Për të menaxhuar tensionin e lartë, ju duhet të hiqni dorë edhe nga duhani. Mund të jetë disi e vështirë, por në fund të ditës do t'ja vlej. Përpiquni që të mos stresoheni. Është e pamundur që të bëni në nivel 100%, por gjeni disa mënyra për të reduktuar ndër të tjera edhe tensionin e lartë të gjakut. Dëgjoni muzikë, lexoni një libër, bëni shëtitje të gjata dhe ndërkohë merrni edhe frymë thellë. Kjo është një mundësi e shkëlqyer që do ju ndihmojë gjithashtu edhe në menaxhimin e niveleve të larta të hipertensionit. Gjithashtu konsumoni pak çokoladë të zezë. Është e vërtetë se çokolada e zezë mund të ndihmojë në uljen e niveleve të tensionit të lartë. Sigurohuni të bëni gjumë të qetë dhe të plotë çdo mbrëmje. Nëse flini mirë dhe sigurohuni që njëkohësisht të menaxhoni nivelet tuaja, do ta keni më të lehtë të ulni presionin e lartë. Është e nevojshme të ndiqni orare të caktuara të gjumit dhe të shmangni kështu edhe dremitje gjatë ditës. Hani hudhra ose merrni suplemente të tjera të saj. Hudhrat e freskëta ose ekstraktet e saj përdoren gjërësisht për të ulur kështu edhe tensionin e zemrës. Përveç se janë të pasur me antioksidant, do t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Merrni mjekime nëse është nevojshme. Nëse tensioni juaj është më i lartë dhe nuk ulet as me ndryshimin e stilit të jetesës, duhet patjetër t'i drejtoheni mjekut. Mund të jetë e dobishme të mbani nën kontroll edhe përmes barnave, citon Healthline. Ndjekja e një jete sa më të shëndetshme dhe ushqimet e duhura, atëherë do ju ndihmojnë në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Vlerat normale të tensionit arterial duhet të jenë në 12/8, ndërkohë që çdo vlerë mbi 14 konsiderohet hipertension ose presion i lartë i gjakut, citon Health.com. Hipertensioni jo rrallëherë jep komplikacione që mund të jenë fatale për personin, me dëmtim të muskulit të zemrës, hemoragji cerebrale, dëmtime të veshkave, zgjerim të aortës dhe njëkohësisht edhe rëndes të theksuar të imunitetit. Shenjat më të shpeshta të tensionit që mund të nënvlerësohen janë dhimbje koke, shtrëngime të kraharorit që mund të shoqërohen edhe me mpirje të krahut. Nëse për një kohë të gjatë në trupin tuaj shfaqen shenja të tilla, gjithçka që duhet të bëni është t'i adresoni ato menjëherë tek mjeku përkatës. Neglizhenca e këtyre simptomave për një kohë të gjatë mund të jetë kërcënuese edhe për kontrollin e niveleve të hipertensionit. Gjithashtu, për të menaxhuar më lehtë hipertensionin, atëherë në dietën tuaj duhet të shtoni produkte të tilla siç janë frutat e pyllit, luleshtrydhet, boronicat, madje edhe manafera do ju ndihmojnë ndjeshëm në uljen e tensionit të gjakut. Ato janë të pasur me flavonoide dhe substanca ushqyese që relaksojnë enet e gjakut, duke përmirësuar kështu edhe qarkullimin e tij. Ndaj mos nguroni që të pasuroni dietën me produkte sa më natyrale. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.